Vllaznia në volejboll për meshkuj ka bërë një nisje të mirë ligës Gjergj Kastrioti, edhe pse Shorti e vuri përballë të luajë dy ndeshje rradhazi në transfertën kosovare, ku Çeblut e drejtuar nga Artan Kalaja regjistruan 2 fitore përballë skuadrave vendase të Kosovës. Pas kthimit në Shkodër, kapiteni Nikolin Qafarena shfaqet i kënaqur me paraqitjen e skuadrës. Surprizë mund ta quaja, po jo llatë surprizë, sepse ne e kishim përgatitur ta dy ndeshje me ekipet kosovare në kuadër ligës Gjergj Kastrioti, ne shkuam me ata pretendimet tona për të kanë pse ja pretendent për me kanë në dy vendet e para në grupin tonë. Me të thënë drejtën, të dyja kishin ata dinamikat e tyne, por nesha me Skënderbeu ndoshta do thoja do të ishte ndeshje disi më e lehtë, pavarësisht se nuk ka se dol me fitimtar fort kollaj në fund. Megjithatë ai arrit me qëllimin që kishim me marr 3 pikë, kurse ndeshja e dytë me Ferizajin ishte ekip shumë i fortë dhe ishte ndeshje që edhe rezultati në fund e diftoi se ishte ndeshje e vështirë për të kaluar. Megjithatë ne ishim më të kujdesshëm në momentet vendimtare të ndeshjes dhe dol me fitimtar në fund. Çka bani edhe marrën e 2 pikëve. Me pak kujdes ndoshta mund të kishim dalë edhe me pikë plota për kësaj ndeshje. Gjithsesi, nuk më duket ecuri fort e keqe, më duket ecuri shumë e mirë për vazhdimsinë e ekipit. Në vim, kapiteni Qafarena flet edhe për përbërjen e grupit B, të cilin e konsideron edhe më të fortin e gjysmëfinaleve. Po, është e vërtet që është i grup shumë i fortë, bëhet fjalë për ekipe cilësore, siç janë Ferizaj, Skënderbeu dhe Partizani i ligës shqiptare, por ne kena edhe ata synimet tona, pretendimet tona për dal pse ja edhe në vendin e parë në grup. Duke lënë pas këto 2 fitore në transfertën kosovare, ndeshjen e 3 të ligës Gjergj Kastrioti, vllaznia do ta luajë në shtëpi përballë të kuqve të Partizanit. Është ekip shumë i mirë, ishte edhe ai në Kosovë, hupi ndeshjen e parë pikërisht ndaj Ferizajt. Tash të shohim ditën e mërkurë, kena ndeshjen direkt për vendin e parë në grup, në këtë ligë. Dhe në rast një fitorie të mundshme, ne pothuajse sigurojmë vendin e parë në grup. Dhe pastaj të shohim vazhdimsinë e ekipit, fillim se si do të jenë rezultati, si do të jetë ecuria. Besoj se jemi në rrugën e duhur dhe shpresoj shumë që të arrijmë një fitore bukur.